A mendoni dhe ju kështu si mua që kjo është ëmbëlsira më e lehtë në përgatitje dhe me një shije që nuk të vel? Tiramisuja klasike, por unë i kam shtuar edhe pistakjo, kjo jep akoma dhe një shije më të veçantë. Kjo recetë mbi të gjitha nuk kërkon pjekje në furrë dhe nuk kërkon shumë jete për ta përgatitur, kështu që nuk ka justifikime dhe le t'i futemi punës për ta përgatitur. Unë kam përdorur Nescafe dhe ujë dhe e kam përzier te kjo përbërësja e kafes dhe më pas e kam lënë kafen që të ftohet. Ndërkohë kam marrë 5 kokra vezë fshati dhe ne do t'i përdorim të gjithë vezën, por si fillim unë do e ndaj, të verdhat do i ndaj veç dhe të bardhat veç. Këtë pajisjen e vogël si lule që ndan të verdhat nga të bardhat e kam bler tek Temu dhe më duk shumë blerje e zgjuar. 5 të verdhat i vendosim në një tas dhe i vendosim pak sheqer. Për t'i dhënë akoma dhe një shije më të mirë, kam përdorur nga kjo deka e vaniljes. Kështu duket një vanilje origjinale. Ne e hapim në mes dhe ja marrim atë tulin brenda. Do na duket si një pastë e zezë, por në brumin e përftuar që ne do kemi, do na duket një brum me pika të vogla të zeza. Përziejmë vezët me sheqerin dhe i lëm në banjomari derisa veza të na pasterizohet. Ndërkohë që të verdhat e vezës janë në banjomari, unë po rra 5 të bardhat e vezëve derisa të na bëhet një shkum kremoze dhe kur ta vendosim tasin me kokë poshtë, veza mos të na lëvizi. Tek një pjatë bëjmë gati kafen që ishte duke u ftohur dhe ja ku shikojmë vezët që janë duke na u pasterizuar. Her pas here duhet ta përzijem, mos harroni, dhe këtu te veza që të shkrijej unë vendosa dhe 2 lugë të mëdha me pistakjo. Ju nëse keni qef mund të vendosni dhe më shumë pistakjo, por për momentin tim është perfekt në këtë mas. Këtë recetë kam shumë vite që e përgatis, mos të them rreth 7 vite që nuk e kam ndëruar këtë recetë dhe është një recetë italiane. Kështu që më beson që do dalë shumë e mirë. Vendosa tek vezët dhe pistakion mascarponen dhe e përziej kështu me një spatull, derisa përbërësit të përzihen bashkë me njëra tjetrën dhe konsistenca të na dalin në këtë formë. Ka dalë aq e shijshme sa që nuk do hezitoja ta haja me lugë. Tek masa që përftuam do vendosim të bardhat e vezëve dhe do i rrahim pak sa, por jo aq shumë sa që të na ulet volumi. Nëse dëshironi për të dalë një rezultat më i mirë të bardhave të vezëve, tek rrahja mund t'i hedhni pak sheqer, por unë nuk doja ta teproja. Dhe ja, duke e përzier na përftohet ky lloj brumi shumë kompakt dhe kremoz. Marrim biskotat Savoiardi, këto janë biskotat që përdoren për tiramisun, besoj të gjithë ju e dini, dhe i lagim tek kafja. Një truk që unë e përdor gjithmonë që tiramisuja mos më dalë e lëngshme, është që nuk i lë shumë biskotat tek ngjyra e kafes, sepse ato do të lëngështohen shumë dhe nuk do na dali tiramisuja e mirë. Dhe gjithashtu pjesën e sheqerit të biskotave e vendos në pjesën e sipërme, aty ku ne do të hedhim kremin. I rreshtojmë kështu 1 nga 1 të gjithë biskotat dhe më e bukur është të marrim një tavë nga këto qelçi që të na duket dhe më bukur tiramisuja. Ja, pra unë i rreshtova dhe hodha në fund kremin. E përhapim me kujdes, duke e shtruar sa më bukur të mundemi dhe çdo pjesë e biskotave të jetë e lagur nga kremi. Me që tiramisum e sillim ta bëjmë me pistakjo, atëherë unë ngriva edhe disa fëstëk dhe i bëra kështu copësa të vogla të imta dhe i hodha tek pjesa shtresës së parë. Vazhdoj me shtresën e dytë duke e vendosur përsëri, siç tham, duke i lagur nga pak biskotat dhe duke i vendosur 1 nga 1 derisa tava të na mbushet plot. Si ju duk deri tani procesi, a ishte një proces i lehtë siç ju premtova në fillim?
Ja pra dhe biskotat I vendosëm tek shtresa e dytë dhe do hedhim masën që na ngeli nga pjesa e parë. Sigurohuni që mos të hidhni shumë në pjesën e parë siç bëra unë, por ta ndani brumin në dy pjesë të barabarta, duke e vendosur dhe lart si tek shtresa e parë, por ne gjithsesi do na dalë shumë e shijshme. Gjithashtu përhapim kremin siç bëm te pjesa e parë dhe I hedhim disa fëstëk si te shtresa e parë. Është shumë e rëndësishme që tiramisuja të qëndroj minimumi për 6 orë në frigorifer ose më e mira 12 orë gjatë natës, por nëse nuk keni kohë vendoseni vetëm për 6 orë. Unë pasi e kisha nxjerrë mbas një nate, tiramisuja jonë u dukte në këtë formë shumë e shijshme. E dekorova me pak pistakjo për sipër, duke I vendosur disa dekore të tilla, me një letër nga këto që dekorojmë kekun dhe e bëra me këtë kunjën duke ja vendosur këto format për poshtë. Ju mund ta leni dhe thjesht ashtu, por kështu ngjan dhe më bukur dhe më e shijshme sepse I jep një shije ajo pistakjo. I vendosa dhe më shumë fëstëk sipër dhe e ndava. Të gjithë recetën do ja u lë të detajuar në përshkrimin poshtë, kështu që ju mund ta bëni sa më lehtë duke parë videon dhe duke marrë gramaturën të jeni sa më të saktë. Do ju lutesha shumë që të më ndihmonit me një subscribe, një like, një koment, se si ju duk kjo ëmbëlsirë që bëra. Faleminderit!